Për 20 vjet, askush nuk e kishte parë kur milionerin Domenico Alvarenga Mansur të buzëqeshte. As punonisit e vilës së tij të madhe në Morumbi, as partnerët e kompanisë së tij. Fytyra e tij ishte gjithmonë e njëjtë, e ftohtë, serioze, me buzët të shtrënguara në një vit të hollë, sikur buzëqeshja të ishte një luks që ai kishte vendosur ta braktiste shumë kohë më parë. Dhe ata që e njihnin historinë e tij e kuptonin pse. Kur ishte vetëm 16 vjeç, në një rrugë të errët në malet e Mantiqueirës, makina ku udhëtonte me të atin u rrokullis disa herë. Baba i tij, Ernesto Alvarenga Mansur, një burr që qeshte me zë të lartë dhe përqafonte fort, nuk doli i gjallë nga ai aksident. Domenico mbijetoi, por që nga ajo natë nuk mundi të ecte më. Këmbët e tij pushuan së funksionuari dhe bashkë me to dukej sikur kishte ndalur edhe gëzimi i jetës. Vila ku jetonte ishte e madhe për një njeri të vetëm. 3 kate, kopshte të mëdha, dhoma të shumta që pothuajse nuk përdoreshin kurrë. Gjithçka ishte gjithmonë e pastër, gjithçka në vendin e vet, por mbizotëronte një heshtje e rëndë. Punonisit e shtëpisë ecnin në majë të gishtave. Të flisje me zë të lartë ishte e ndaluar, të qeshje pranë zotërisë së shtëpisë ishte e paimagjinueshme. Guvernantja, Neusa Pereira, punonte aty prej 12 vitesh. Ajo e dinte saktësisht si të lëvizte nëpër shtëpi pa shkaktuar irritimin e tij. E dinte në çfarë ore zgjohej, si e pëlqente kafen, në çfarë mënyre duhej të hapeshin perdet. Një mëngjes, ndërsa po rregullonte ilaçet e tij në tavolinën e zyrës, Domenico e pyeti pa e ngritur kokën nga kompjuteri, kur fillon pastruesja e re. Nesër, zotëri. Quhet Miriam. Është rekomanduar nga zonja Snia. Ai heshti për një moment dhe pastaj pyeti, po të tjerat që punuan këtu muajt e fundit? Neusa hezitoi. U larguan vetë. Ai rrotulloi karrigen e rrotave drejt dritares. Kopshti poshtë dukej perfekt, çdo gjë e rregulluar me kujdes, por i zbrazët nga jeta. Do të shohim sa do të zgjas kjo, tha ai ftohtë. Në anën tjetër të lagjes së pasur Morumbi, pothuajse ngjitur me muret e vilave të mëdha, ndodhej Paraispolis, një nga komunitetet më të mëdha të São Paulos. Atje jeta ishte plot zhurmë, tregti, njerëz dhe energji. Pikërisht aty jetonte Miriam das Flores de Oliveira në një shtëpi të vogël me 2 dhoma, bashkë me nënën e saj Beatriz dhe djalin e saj të vogël, Jo Pedro. Mbrëmjen para se të fillonte punën, Miriam po i bënte banjë djalit. Ai ishte vetëm 1 vjeç e gjysmë dhe qeshte me çdo gjë, kur nëna bënte fytyra qesharake, kur uji i spërkatej në fytyrë, kur gjyshja këndonte këngë të vjetra. Mami, tha Miriam ndërsa po e thante fëmijën, e ke parë shtëpinë ku do të punoj nesër? Beatriz ngriti syt nga puna e saj e qepjes. E kam parë një herë nga muri. Duket si hotel nga telenovelat. Po pronari, kam dëgjuar se është i ashpër. Nuk flet me askënd dhe shikon të gjithë nga karrigja e tij me rrota. Miriam buzëqeshi lehtë. Nuk më trem një burr i pasur me humor të keq. Kam kaluar gjëra më të vështira. Beatriz e shikoi me kujdes. Shtëpitë e mëdha kanë rregulla të mëdha. Mos u përpiq të ndryshosh botën që ditën e parë. Por ajo e njihte mirë vajzën e saj. Miriam nuk ishte nga ato që heshnin përballë padrejtësisë. Që e vogël kishte qenë e guximshme dhe e drejtë. Të nesërmen në mëngjes ajo arriti në vilë në orën 7. Porta elektronike ishte aq e lartë sa ju desh të ngrinte kokën për të parë kamerën. Pas pak u hap dhe ajo hyri në një kopsht perfekt, me bar të prerë dhe lule të rregulluara me kujdes. Neusa e priti në hyrjen e shërbimit dhe i tregoi uniformën. Më pas i shpjegoi rutinën e punës, dhomat e katit të dytë në mëngjes, sallonet dhe zyra pasdite. Ka vetëm një gjë të rëndësishme, tha Neusa para derës së zyrës. Kur të hysh këtu për të pastruar, bëje në heshtje. Mos bëj pyetje, mos fillo bisedë. Miriam ngriti vetullat. Nuk i pëlqejnë njerëzit? Ai i pëlqen heshtjen, u përgjigj Neusa, por Miriam ishte një grua që sillte jetë kudo që shkonte. Edhe kur punonte vetëm, ajo këndonte ngadalë ndërsa pastronte mobiljet. Për muret e asaj vile të heshtur, zëri i saj ishte i vetmi tingull njerëzor pas shumë kohësh. Kur erdhi momenti të pastronte zyrën, ajo trokiti në derë. Erdhi një zë i thellë nga brenda. Zyra ishte e madhe, me rafte librash në përmure dhe një tavolinë të madhe në mes. Pas saj ishte ulur Domenico në karrigen e tij me rrota. Ai ngriti syt dhe e vështroi pa thënë asgjë. Mirë dita.
Kam ardhur të pastroj, tha Miriam me qetësi. Ai nuk u përgjigj dhe vazhdoi të punonte. Heshtja në dhomë ishte aq e rëndë sa tiktaku I orës në mur dukej si goditje çekiçi. Pas disa minutash Miriam nuk e duroi më. Koleksion I bukur librash, tha ajo duke fshirë raftet. I keni lexuar të gjitha? Domniko ndaloi së shkruari dhe ngriti syt ngadalë. Unë kërkova heshtje. Jo, tha ajo qetësisht. Zonja Neusa e kërkoi. Ju po e kërkoni tani. Ai e pa drejt në sy. Nëse heshtja të shqetëson, ka shumë shtëpi të tjera plot zhurmë që kërkojnë pastruese. Miriam shtrëngoi leckën në dorë, por nuk uli shikimin. Keni të drejtë, tha ajo. Do ta mbaroj punën dhe do të largohem. Ajo përfundoi pastrimin në heshtje dhe doli nga dhoma pa thënë asgjë tjetër. Por Domniko mbeti për një moment duke parë derën. Askush nuk I përgjigjej atij në atë mënyrë. Ditët kaluan dhe Miriam nuk u largua. Kur ai bënte ndonjë koment të ashpër, ajo përgjigjej me qetësi, pa frikë, por edhe pa mungesë respekti. Një ditë ai u ankua për shenjat në dy sheme. Janë shenja nga rrotat, zotëri, tha Miriam ndërsa vazhdonte të pastronte. Ju kaloni këtu 10 herë në ditë. Ai e pa I habitur. Po thua që unë e ndot shtëpinë time, po them që unë mund ta pastroj përsëri. Kjo mënyrë e saj e çuditshme e përballjes me të e hutonte Domnikon më shumë se çdo gjë tjetër. Të gjithë të tjerët kishin frikë prej tij. Miriam jo. Dhe pa e kuptuar, prania e saj filloi të ndryshonte diçka në atë shtëpi që për 20 vjet kishte qenë e mbushur vetëm me heshtje. Claudio e njihte mirë atë ton zëri dhe nuk insistoi më. Ai mblodhi dokumentet nga tavolina dhe ndryshoi temën e bisedës. Me qëra fjala kush është ajo vajza e re e pastrimit? Domniko nuk e ngriti kokën menjëherë. Pse pyet? Sepse kalova pranë saj në korridor dhe më dha mirëmëngjes me një buzëqeshje që dukej si reklam për pas dhëmbësh. Të tjerat mezi e ngrinin kokën. Domniko rrotulloi karrigen drejt dritares. Quhet Miriam. Ka 3 javë që punon këtu. 3 javë, qeshi lehtë Claudio. Ky është rekord. Është e zhurmshme, e papërshtatshme dhe nuk di të qëndrojë në vendin e saj. Claudio kryqëzoi krahët. Por ende është këtu. Domniko nuk u përgjigj. Disa ditë më vonë, një takim I rëndësishëm me investitor nga zona lindore e qytetit përfundoi keq. Ata refuzuan propozimin e Domnikos dhe zgjodhen një kompani tjetër ndërtimi. Kontrata vlente rreth 40 milion real dhe humbja e saj e la atë me një humor edhe më të rëndë se zakonisht. Ai u kthye në shtëpi me fytyrën e mbyllur. Në korridor, Miriam po pastronte kornizat në mur kur e pa të kalonte me shpejtësi në karrigen e tij me rrota, ajo u përpoq të ishte e sjellshme. Mirdita, zoti Domniko. A jeni mirë? Ai ndaloi pa pritur. Jo, nuk jam mirë. Ajo hezitoi për një moment. Dëshironi t'ju sjell një kafe? Zonja Elcia sapo ka bërë. Nuk dua kafe, u përgjigj ai ftohtë. Dua që njerëzit të bëjnë punën e tyre pa u përpjekur të bëhen miqtë e mi. Miriam vendosi leckën mbi shpatull dhe kryqëzoi krahët. Unë nuk po përpiqem të bëhem mikja juaj, tha ajo me qetësi. Po ofroj një kafe. Janë gjëra të ndryshme. Për ty ndoshta, tha ai. Për mua është e njëjta gjë. Njerëzit që afrohen zakonisht duan diçka. Miriam e pa për disa sekonda. Ajo kishte shumë gjëra për të thënë, por vendosi të heshtë. Mirë atëherë, tha ajo më në fund. Pa kafe. Ajo u kthye përsëri te puna e saj. Domniko qëndroi për një moment duke e parë nga pas, pastaj u largua drejt dhomës së tij. Diçka tek ajo grua e shqetësonte qetësinë që ai kishte ndërtuar gjatë 20 viteve. Një mëngjes tjetër solli një problem për Miriam. Qerdhja e djalit të saj u mbyll papritur për shkak të një tubi të çarë dhe dëmtimeve në ndërtesë. Ajo mori lajmin herët në mëngjes, ndërsa djali I saj Jo Pedro ishte tashmë gati për të dalë. Ajo telefonoi nënën e saj, Beatriz. Mund të rish me të sot? Në anën tjetër të telefonit erdhi një koll e lodhur. Bi, jam shumë e sëmur. Nuk mund të ngrihem nga shtrati. Miriam mbylli syt dhe u mbështet në murin e kuzhinës. Nuk kishte shumë mundësi. Mos u shqetëso, mami. Do ta zgjidh. Ajo vendosi ta merrte djalin me vete në punë.
Kur arriti në vilë, hyri nga hyrja e shërbimit dhe e vendosi Jo Pedron në një cep të lavanderisë. Ajo rregulloi disa jastëkë rreth tij, i dha disa biskota dhe i la një telefon të vjetër që të shihte vizatime pasë. Qëndro këtu, zemra ime. Mamaja është afër. Dita kaloi qetësisht. Miriam kontrollonte djalin çdo pak kohë ndërsa vazhdonte punën. Por pas dite gjithçka ndryshoi. Kur hyri në dhomën e Domnikos për të pastruar, ajo e gjeti derën hapur dhe dhomën të errët. Ai ishte shtrirë në shtrat me fytyrë të skuqur dhe trup të mbuluar me djers. Zoti Domniko, a jeni mirë? Ai hapi syt me vështirësi. Dil nga këtu, murmuriti ai. Miriam vendosi dorën në ballin e tij dhe u trondit nga nxehtësia. Jeni me temperaturë shumë të lartë. Duhet të therasim një mjek. Jo asnjë mjek, tha ai me zë të dobët. Ajo qëndroi për një moment duke e parë. Pastaj mori vendimin e saj. Mirë. Pa mjek. Por unë do të kujdesem për ju. Ajo solli ujë të ftohtë, peshqir dhe një termometër. Temperatura ishte gati 40 gradë. Gjatë gjithë natës ajo qëndroi pranë shtratit, duke ndryshuar kompresat dhe duke i dhënë ujë kur ai mund të pinte. Në një moment ai filloi të fliste në delir. Baba, më fal. Miriam i mbajti dorën me kujdes. Është në rregull, përshpëriti ajo. Pushoni. Në një cep të dhomës, Jo Pedro flinte i qetë mbi një batanie të verdhë. Rreth orës 4 të mëngjesit temperatura filloi të binte. Kur dielli hyri në dhomë disa orë më vonë, Domniko hapi syt dhe pa një skenë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Miriam flinte në koltukun pranë shtratit me trupin e lodhur të mbështetur anash. Djali i saj ishte në prerin e saj, i mbështjell në batanien e verdhë. Në dy sheme kishte një legen me ujë dhe peshqir të lagur. Domniko kuptoi se ajo kishte kaluar gjithë natën duke u kujdesur për të. Për një moment, buzët e tij u ngritën lehtë në një buzëqeshje të vogël, një buzëqeshje që askush nuk e kishte parë prej 20 vitesh. Kur Miriam u zgjua më vonë dhe po përgatitej të dilte nga dhoma, ai e thiri me zë të ulët. Miriam. Ajo u kthye. Po, zotëri. Ai heshti për disa sekonda. Faleminderit. Ajo u befasua. Ishte hera e parë që ai e thoshte atë fjalë. Ju lutem, u përgjigj ajo me një buzëqeshje të butë. Ai pa nga dritarja dhe shtoi, djalin mund ta sillni këtu kur të keni nevojë. Miriam nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. E keni seriozisht? Unë nuk bëj shaka për gjëra të tilla, tha ai qetësisht. Ajo doli nga dhoma me sytë e mbushur me lot, por me një ndjenjë të re në zemër. Diçka në atë shtëpi të madhe dhe të heshtur kishte filluar të ndryshonte. Tingulli i shiut që përplasej mbi dritaret e mëdha e bënte gjithë shtëpinë më të qetë. Korridoret dukeshin më të errëta dhe drita e ditës mezi hynte brenda. Atë mëngjes, Miriam kishte punuar për orë të tëra në katin e dytë. Pas drekës, ajo zbriti për të pastruar bibliotekën. Ajo ishte dhoma që i pëlqente më shumë në atë shtëpi të madhe. Raftet e librave shkonin nga dyshemeja deri në tavan, të mbushura me libra të vjetër me kopertina lëkure. Dritaret shikonin nga kopshti dhe kur binte shi i fortë, zhurma e ujit mbi gjethet e pemëve e bënte të dukej sikur ajo dhomë ishte jashtë kohës. Kur hyri, pa Domnikon ulur vetëm pranë dritares. Ai mbante një libër të mbyllur në prerin e tij dhe po shikonte jashtë, drejt shiut. Më falni, zotëri Domniko. Mund të kthehem më vonë për të pastruar, tha ajo me zë të ulët. Jo, mund të pastroni. Nuk po bëj asgjë, u përgjigj ai qetë. Miriam hyri dhe filloi të fshinte pluhurin nga raftet e librave. Heshtja mes tyre nuk ishte më aq e rëndë sa dikur. Ishte një heshtje që të dy e kishin mësuar ta ndanin pa u ndjerë në siklet. Pas disa minutash, Domniko foli pa e kthyer kokën. Babai im e donte shiun. Miriam ndaloi për një moment dhe e dëgjoi. Ai thoshte se shiu ishte mënyra e natyrës për të larë botën dhe për të filluar nga e para. Miriam nuk tha asgjë. Ajo ul ngadalë në një stol të vogël pranë raftit dhe qëndroi aty duke dëgjuar. Isha 16 vjeç, vazhdoi ai me zë të ulët. Po ktheheshim nga një udhëtim në Serra da Mantiqueira. Babai po drejtonte makinën dhe unë isha në sediljen e pasagjerit. Po binte shumë shi dhe rruga ishte e errët. Ai ndaloi për një moment, sikur çdo fjalë të ishte e vështirë për t'u thënë.
Po përpiqesha të ndëroja muzikën në radio. Babai u kthye për një sekond për të më ndihmuar. Vetëm një sekond dhe makina doli nga rruga. Ajri në dhomë u rëndua. Makina u rrokullis disa herë. Kur u ndal, unë isha i bllokuar në sedilje dhe ndjeja shijen e gjakut në gojë. U ktheva nga ana tjetër dhe pash baban tim. Ai nuk po lëvizte. Zëri i shiut mbi dritare vazhdonte të binte me forcë. Zjarfiksit na nxorën nga makina. Më çuan në spital. Babain tim e çuan diku tjetër. Të nesërmen u zgjova dhe nuk ndjeja më këmbët. Nëna ime hyri në dhomë duke qarë dhe më tha se babai kishte vdekur. Domniko shtrëngoi librin në duar aq fort sa gishtat ju zbardhen. Nëse nuk do të kisha prekur radion, ai nuk do ta kishte kthyer kokën. Nuk do të kishim dal nga rruga. Ai do të ishte ende këtu. Miriam e shikoi dhe për herë të parë pa atë që ai kishte fshehur për 20 vjet. Nuk ishte zemërim. Ishte faj. Një faj i rënd që ishte rritur brenda tij dhe kishte pushtuar gjithë jetën e tij. Zotëri Domniko, tha ajo me zë të butë por të vendosur, ju ishit vetëm 16 vjeç. Një djalë. E di sa vjeç isha, u përgjigj ai, po atëherë e dini që një djalë 16 vjeç prek radion në makinë. Kjo është normale. Ajo që ndodhi ishte një aksident. Aksident apo jo nuk ndryshon atë që ndjej, tha ai. Miriam mori frym thellë. A mendoni se babai juaj do të donte t'ju shite duke jetuar kështu? Të mbyllur në këtë shtëpi, pa buzëqeshur, duke ndëshkuar veten çdo ditë? Domniko u kthye dhe e pa. Sytë e tij ishin të kuq. Ti nuk e ke njohur baban tim. Jo, tha ajo, por e njoh një gjë, asnjë baba që e do djalin e tij nuk do ta donte ta shite duke shkatëruar jetën për një aksident. Heshtja që pasoi ishte e gjatë. Për një moment Miriam mendoi se kishte folur shumë. Ajo u ngrit për të vazhduar punën. Por Domniko foli. Askush nuk ma ka thënë këtë më parë. E po ishte koha që dikush ta thoshte. Ai uli syt drejt librit në prerin e tij. Shiu vazhdonte të binte jashtë, ndërsa në atë bibliotekë të qetë dy njerëz që nuk duhet të kishin asgjë të përbashkët zbuluan se kishin shumë më tepër se sa mendonin. Pas asaj dite, Domniko filloi të ndryshonte, jo në mënyrë të dukshme, por në gjëra të vogla. Ai filloi ta pyeste Miriam se si kishte kaluar dita, pyeste për Jo Pedro dhe për nënën e saj Beatriz. Miriam përgjigjej me qetësi, por brenda vetes ndjente një ndjenjë që po rritej çdo ditë. Një natë, ndërsa po vinte në gjumë djalin e saj, ajo i tha nënës, mami jam në telashe. Çfarë ndodhi? Mendoj se po më pëlqen ai. Domniko? Po. Beatriz hoqi syzet dhe e pa me shqetësim. Bi, kjo më frikson pak. E di. Jo sepse ai është i pasur. Por sepse bota e tij dhe e jona janë shumë të ndryshme. Miriam uli kokën. Prandaj duhet të largohem nga puna para se të jetë tepër vonë. Në të njëjtën kohë, Domniko po përballej me ndjenjat e tij. Ai i tha mikut dhe avokatit të tij Claudio, jam i dashuruar me të. Claudio u habi. Domniko shtypi do të flasë. Partnerët do të kritikojnë. E di. Dhe prap do ta bësh? Domniko u përgjigj pa hezitim, po. Sepse për herë të parë pas 20 vitesh dua të jetoj. Të hënën në mëngjes Miriam shkoi në vil me një vendim të marrë, do të jepte dorëheqjen. Por kur Domniko dëgjoi këtë, ai e pa drejt në sy dhe tha, po sikur unë të mos dua që ti të largohesh. Ajo ndjeu zemrën t'i rrite fort, mos ma vështirëso këtë, ju lutem. Po them të vërtetën. Por Miriam kishte frikë dhe u largua. Ditët kaluan dhe ajo nuk u kthye në punë. Një pasdite Domniko mori një vendim. Ai shkoi në parajs polis për ta gjetur. Kur mbërriti para shtëpisë së saj, shumë njerëz u mblodhen rreth tij, të habitur nga prania e tij. Miriam doli me djalin në krah dhe mbeti pa fjalë kur e pa. Çfarë po bën këtu? Pyeti ajo. Domniko e pa drejt në sy. Kam kaluar 20 vjet duke menduar se nuk meritoja të isha i lumtur. Pastaj erdhe ti. Ai zgjati dorën. Jam i dashuruar me ty. Miriam qau, kam frikë, tha ajo. Ti nuk duhet të jesh pjesë e botës sime, tha ai me butësi. Ti tashmë je e gjithë bota ime. Ajo vendosi djalin në krahët e nënës së saj dhe i mori dorën.
Edhe unë të dua. 6 muaj më vonë, vila në Morumbi ishte krejt ndryshe. Dritaret qëndronin të hapura, në kopsh dëgjoheshin të qeshura dhe një fëmijë vraponte mes luleve. Një natë, në bibliotek, Domniko i dha Miriam një kuti të vogël. Brenda ishte një unaz e thjeshtë. Miriam, a do të martohesh me mua? Ajo qeshi mes lotësh. Po. Sigurisht që po. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo shtëpi nuk ishte më një vend i mbushur me heshtje, por një shtëpi plot jetë, dashuri dhe shpresë.